The Ozin possession. That's what we always said and what you believe. But I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again you're let down by him, then you turn to me to ask my advice. And I'm there for you, to help you through all the heartache he is causing you. I know this is the right way. You move me in the right way, and I'll be running to you. Hey you, I think we're in the right place. Keep thinking all the things you said. Now my wishes turned out to be true. Oh, tonight I've got your hand in mine. E që i bleva grus, që nuk do asë i gjo. Edhe o shtramure kur e pa një. Edhe bleva i bonde njonit në rota kerevja, mrena, aty sa ju. Është waffle me Nutella. Po. Një. Këtë pijem që e pi, kur është pa qef e pi e ka qef. 2. Një lind. Po. 3. Për grun. Prit. Pastaj? Edhe këtë. 4 për grun. Gruja ka qef me ullë shumë këtë edhe ka marrë. Nuk ta mora me djatrën mes, ta mora me ullin. E do matë thata dhe djatrën e ki këtu anash. Edhe gjitha këto gjonë tjera t'i ha. E ca tash më ty? Në video Pse tash nuk du? Jemi ti përgjigje, Ka, du të mbaj djetë se do ikime pushime në Spanjë edhe të vesh roba bonje. Sot nisi dieta. Po sot nisi e shkreta. Dash hajnë, dash mos hajnë, për ty i morë, unë di fuzi pja gjithë të shi të marrë. Për ty mora gjithë të budalliqin për vete dhe i fuzi pjatë gjellë. Po mi moke unë ta morë se ti ke qef të ovur. Mirë, mu mbet shumë qefi. Pra është nesha, sot edhe këtë. Shumë faleminderit. Nutellën, ta morë të freset, imaginoj prita atë. Shumë Edhe faleminderit. bukë po që bleva që do të bleva. Se për bukë e truam. Po dhe i morë gjithë të gjëna tjera vetëm për gru. E të stregove gjenë që ke marrë për vete? Ka marrë dhe një për mua. Ti je më i mirë. Ushtërëmove jere. Ushtromova se tani më duhet i haj të tëra ato dhe unë jam me djedë. Mos i ha më për zotë mos i ha. Haj këto me mishde këto. Haj këto. Edhe Nutellën. Çokoladën edhe pijen mos ashtu si hajon i pijem. Në të gjitha këto budalliqet, sepse kam qenë kështu si e mërzitur, si e trishtuar, nuk e di as vetë çka kam. Edhe buri për të më bërë qefin, mori gjithë të gjërat që e di që unë i kam qef, por unë si gjithë jetën si shtremse dhe si shtrig që jam, direkt i thash pse i more, unë po mundohem të mbaj dietë. Njëri e rrodhshëm. Njëri e rrodhshëm, rrodhesh. I rrodhshëm. Rrodhesh apo gjësh? Rrodhem. I rrodhshëm. Ue nga, kështu bejnë. Si qepa bisht. Si qepa bisht. Në gjuat i vës jam si qepa bisht. Miguelito. Luna de noche canto por ti, tú no respondes, luna te perdí por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer. Mis culpas y todos mis delitos, no quiero aceptar que todo acabará por otra mujer. Ikim të shesim shitjet e mia në vintet. Janë disa, por vetëm këto të dyja kam gati për sot.
Edhe ti ti dërgoj të posta. Më ndiqni në Vinted, se postoj ndonjëherë, ma jep trollakja. Edhe jap më nxjerr në një gjë se përtoj shumë t'ju bëj foto, por tani do ndërroj dollapin, do heq atë të dimrit dhe do vë atë të verës dhe kam shumë gjëra nga të verës që dua t'i heq, sepse nuk i kam veshur gjithë verën dhe nuk besoj se do i vesh prapë si vjet. Që shumë do nxjerr ca gjëra në Vinted. Tani do i të çoj këto te posta, do i do ble ca karkaleca sepse do bëj njoki me kërpumpa dhe karkaleca, që është një recetë o zot sa e mirë, dhe do ua tregoj se më keni shkruar disa herë që doni ta dini. Do ua tregoj hap pas hapi, po pak më vonë pasi të çoj këto, ti të ble karkalecat edhe të vinë në shtëpi. Lean into the tension for release. Good things come with ease. Don't resist. Thoughts and words hold power to make life. You will always win if you. E nisim recetën duke skuqur karkalecin me hudrë, derisa të skuqet për rreth 1 ose 2 minuta, sa të marrë një ngjyrë. Hoqa karkalecat, edhe tash po hedh kërpudhat, të njëjtit tigan që kemi hedhur hudrën te kripën që skuqa karkalecat. Hidhni goxha kërpudha sepse firojnë shumë. Unë hedh diku te 700 gram. Kërpudhat të skuqen, hedh karkalecat përsëri këtu. Edhe salcë, unë hedh një të gjitë si kjo, që është me copa domate. Ose bera punëtër me salcë. Ja, shpëtoj. Për erza, unë i hedh borzilok, piper, pak sheqer, krip, edhe hudër, vetëm këto. Këtë që unë përdor dhe janë fantastike për mendimin tim. Edhe do i vendos që të zjejnë. Kini parasysh që njokit nuk duan shumë që të zjejnë, maksimumi 2-3 minuta, derisa i shikoni që ngrihen lart edhe hiqini pastaj. E hedhim këtu tek salca. Njokin që zjeu e transferojmë te tiganin me salcë bashkë me pak ujë nga njoki vet. Trazojmë njokin me salcën dhe e lëm thjesht që të qetësohet pak sa të marrë shijen e salcës. E ka për sot perfekte, duhet ta provoni dhe do më falenderoni. Girl, I see that you want it, driving me crazy with that fire in your eyes. Oh, but try to ignore it. Part of me wants to see you read between the lines. And all of the back and forth, the same no sin. Mendoj se sot nuk ka njeri në Gjermani që nuk ka qenë në supermarket. Ishte full parkim, s'kishte. Të gjithë merreve me lidër. Full, super full. Ne marrim pushimet, marrim nesër, pas nesër, të shtunën, kushdo ikën në punë varet se si kam punët, të dielën dhe të hënën, 4 ditë do kënaqem. Unë pak punoj, po këta tjerët burri, do rri me burrin do kënaqem, edhe më e bukra. Prap javën tjetër kemi, do punojmë, dhe pastaj kemi gjithë javën, në pas 2 javësh, gjithë javën prap pushim. Dhe jemi në Spanjë, buzdetit, eksplorim. Oh my god, me si po pres. T'ju tregoj se qa mora një të gjëra interesante. Si fillim mora këtë budallikun 3 euro, kisha po gjellën me 3 euro. Është kjo fruta crunchy, këto frozen dessert e ka emrin, është me pjeshk edhe kështu me këtë simbolin japoneze, e kam pa gjithandej online, vetëm unë nuk e kam provuar, dhe ta më fshenë në ngrirje që kur të vina puna pastaj ta provoj me Andin, se po ta le aty e provona, i vetëm s'më pret mua. Mora pastaj një borzilok, se një shtetar ai që kisha.
Këto është mirë nëse keni qef që t'i mbyllni, t'i ndani, t'i vini rrejnë teke, se ashtu ato nuk zen dhe nuk behen dhe prishen, nëse keni në plan. I mora burrit këtë, kjo është mbëlsirë shumë e mirë, e gjeni te Revja dhe kjo jaja, për mendimin tim, bën më të mirën, e kam provuar gjithandej. Mora lështrydhe, mora bulgur, që do e bëj tani, edhe kjo te Revja. Ky është shumë i mirë, ky që është i imët, nëse do bëni sallatë, unë e bëj sallatë, do skuq fileto pule, do zej bulgur, do hedh pak karrot, domate, që mora tjetër, mora pak spinaq, nëse doni dhe qiqra dhe misër edhe kështu dhe bëhet perfekte. Unë do e bëj dhe për sot edhe për nesër, që ta kem aty një tas të madh, sepse hajmë shumë dhe kemi qef. Mora sallatë, mora artiçok, edhe këto janë spektakël. Ky është gjithë pazari. Kastravec, domate, këto specat ishin o zotësat shishme, si ato specat e fshatit kur isha unë fëmi, ishin shumë të mira. Pastaj morëm misër, qiqra, gjëra të këqija, për fundjavën, kjo për mua, 2 kola zero, këto. Artiçokët si thash, ose argjinaret, që janë këto janë shumë fantastike, lështrydhe, spinaq, salat, fara, karrota, miell, edhe kastravec, edhe paltuxhan. Këto mora të gjitha për javën. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know. Ju thash që do provojmë këtë ëmbëlsirën, që është shumë virale. Edhe më kujto tani edhe të taj. Po, se kisha arru prej portia 2. Duket shumë bukur. Sa interesante. Po qa është ti the pjesë, qa të pore pjesë që i ka? Pore. Unë pash lule. Po si e për lule? Që nga kështu me kështu. Garant, e pres kohën që ose kuje nuk e prish atë. Kur një të Jo, mos e pri kohën, me 50 euro. Shishi, ju si rrallë herë, po posh pëse ka kështu haq, ta kap që ta hash. Po, ta mba Ku, a provoj grë, hajde. Shifeni sa e bukur është? I Po, pjesh. atë është si pjesh, shumë bukur që ardhe. Po, nështë su ka dash me Sa nxjerë. e ftohtë. Nuk ka dash me nxjerë kjo, po shkrinj shumë shpejt. The best ever. Ardhe? Ka shumë e ftohtë, kujdes. Nuk është në trema. Sa shi e pjeshke. Jo, se një shumë që një pjesë. Pjeshkës. Kull që i ka. Po, pasa shi e. Me thënë dhejtë më shumë e ka si ice tea. Po, si qaj pjeshke. Shumë e lezetshme. Aha. Po për 4 euro nuk jam le. Sa? 4 euro. 4? Qa tje? 4 euro! Do shkoshin të 4 euro! Po provojnë edhe ju. Si o të rem gruja. Kull që i ka, po nuk është se, okej. Një gjë e veçantë, një gjë jo Me shumë. thënë të shumë po të tishin, atë ishin bej një tishtë e një dhe kisha bledhe i tjetë. Ti po të një po se vërët me tjetë. Ti edhe 50 ishte, 50% t'ja shuje. Edhe pastaj me bukur e thot në fund muajt erë si duhet kurcejmë lekë. Që i ka s'jakullorë, s'jakullorë që i ka. Nuk e di si t'ja ve, po i lezetshme. Po. Po nuk bën krac, unë mendoja se do bën të krac. Po edhe mendoja se kjo pjesa Po, jashtë do bën të kështu, kërtap. Dirda kërak. Krac. Por, okej. Work at each other. You've got to stop them before it's too late. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más.
Futemi një, futemi. A parecis. Jam një princesh sot dhe i gjeta pallatin tim të humbur. Ande. Jemi në një shlose të re, në një kështjell të re. Yes. A i dini unë që Gjermania është shteti më shumë kështjella në gjithë botën. Po, edhe ne kemi parë pa fund. Edhe ka, kush e di sa pa fund ka që s'kemi pa. Po, dhe kjo që nga shumë e bukur, e kishte emrin. Duket se rrugës fatikisht ishim nis ke një që kena shku për Po, herë. në Nordkirche. Po. Edhe duket se rrugës e pa për ndalume dhe ta shoh. E pak nga larg dhe i thash Andit, ore qa është e gjeja që madhe dhe bukur. Stop! Pasa një super kafe të vogël. Po që nga cu. Po që ka myllë në duket. Po, sepse sot jam pashkët. Është the Good Friday, premti jam mirë. Bashkë gjithë. Po, gëzuar. Gëzuar. Edhe i të festoj se ditë është. Ne i festojmë. Po, ne i festojmë të dyja. Ne i festojmë të gjitha. Tamam. Të gjitha, qa ka i festojmë neve. Ne tani po dalim këtu, që nga mbushë plot me njerëz, kështu po që nga shumë e bukur. Në vërtet shumë bukur. Shikoni sa e madhe është. Shifeni? Është super që ka ndë. Ka një kopësht, pas ka një kafe, kështu si për rallë, të pa tregoj. Sa kafe bukur. Lullet që kanë qenë. Gjithë në gjamë. Po pra ta shumë bukur, që disa e bukur mund t'jetë brenda. Shikoni? Sa nesër ti ta hap me kjo. Ta shohim që është dile, ndoshta është dile. Ndoshta. Edhe këtej pas ka pjesën e Torres, së Kullës, që nga shumë e bukur, si qyteti vogël kështu. Fighting girl and you're overcoming. You're overcoming. And I'm gonna be by your side through time. I believe I can fly. Sa lek pagove që i pe këtu lartë? 2 euro, 1 euro gruja. Po kemi hip në majtë një kulle. Po jemi 25 metra lartë edhe thjesht. Duket shumë sepse këtu nuk ka ndërtesa shumë të larta, por në realitet ka 5 jemi. Tamam. Shifi si duket për të vogël. Po bre. Por shumë interesante. Na pëlqejnë udhëtimet kështu spontane, kështu gjëra ti kemi qef këto lloj. Këto zbulime. Këto lloj eksperimentesh. Kemi marrë dhe bukë me vete sot. Çfarë kemi marrë? Kemi marrë bulgur me perime me fileto pule edhe lule shtrydhe. Edhe lule shtrydhe. Po. Edhe tash të vazhdojmë. Edhe do t'jajmë kaj kargu tjetër. Dhe të merrim janë shkallët. Ti mund të thojë se sa friki ka marrë shkallët. Aq shumë friki ka marrë që pas rënies time në Luksemburg, sa nuk i keni ide. Sa janë prarë atëherë. Se kam rënë një në shkallët edhe kanë zirë në shifë. Sa jo që pa ta rojat. Atëherë më vërtet u pa të përvrashu dhe tani ka morë frikë dhe në dhe mu para. Jo. Që nëse pi. Ti bjesi për ti. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Holier than I am. I am the dust. You are the rain. You pull me close. Pra do i këtë rënë deka dhe shqisi herë ngritojnë. I swear I love you, but I am afraid. 'Cause you pull me in, I'll push away. Sa po ishim brenda ndërtesës edhe ishte një zonjë që shiste biletat për të parë muzeun, por ne nuk hym. Ishte 6 euro me pa, ishte shtëpia ku jeton akoma pronari i këtij vendit, por nuk jeton te muzeu, po jeton në një shtëpi tjetër. Jo, ai që e ka bler fillim normalisht. Po, normalisht ai ka vdekur. Kjo ishte e vitit 1615 si ndërtesë. Dhe më para ka pas qenë një manastir për murgjit. Pastaj u ble nga një person, ja, rrova emrin se si e kishte një nga këto emra tipik gjerman. Edhe
e ka pasur një, si I thoshin këta The Knights. Nuk e dia e keni parasysh ato filmat që janë kalorësi që luftojnë për krishtërimin, që quhen The Knights, edhe ata një prej tyre ka bler, edhe kishte luftuar kundër Napoleonit, gjatë kohës së Napoleonit, kundër regjimit të tyre, edhe po më tregonte historinë, po më tregonte foto, ajo me sajën, po më tregonte perfekte në gjermanisht, ca fjalë unë nuk I kuptoja, edhe me të erdhë dhe tjetra të gjitha bashkë nisën. Duke përpjek gjithë bashkë për këtu. Po shumë e mirë edhe shumë e Edhe ai që ishte momentalisht jeton të këtu. Po, jeton të në njëra këto shtëpi këtej. Mrapa, po. Edhe ishte shumë I pasur. Por ishte familje old money, familje shumë vite e pasur. Domethënë që në 1600-ta kishte pasur një kështjellë tjetër, edhe I kishte ndërruar atë kështjellën me këtë. Ai kishte dhënë Po, kështu kishte marrë kështu. Po ishte bumendres. Po, nuk e kishin bler. Sot përdorej për turista, për qef, për gjitha. Ka dhe një kish brenda, që është kjo. Edhe më tha kisha është sherzakoni shumë e bukur brenda, shumë e veçantë. Si ishte e hapur. Më duket se hapur ishte, tash ide. Lean into the tension for release. Good things come with it. Story. Legjenda thot që brenda pemëve jetojnë zana. Edhe njerëzit ju bëjnë kështu dyer që ato mund të kenë mundësi të hyjnë brenda në botën e tyre. Kam vënë këtë. Shifeni? Edhe një këtu. Edhe një andej. Dhe ato mund të hyjnë me anë të dyer për brenda pemëve dhe të jetojnë brenda tyre. Good will flow. Breathe in, breathe out. Healing comes as you grow. Do the things you know will light your fire. Make tomorrow proud of this day. Authentic is the key to connect. Build the skills you need to ride the waves. Wie heißt er? Josie. Josie. Just relax. Good will flow. Breathe in. Danke. Die Augen sind so sehr schön. Healing comes as you grow. Kam ngrënë bukë, edhe na shijoj buka që kishim marrë me vete nga shtëpia. Edhe tani po shkojmë në rrugë të bukura që na pëlqejnë edhe po ecim me makinë. Do të thënë ja kemi fut, ja kemi fut kockoti, po ecim kështu si na duket në bukur. Kjo zona këtej është shumë interesante, se është e gjitha shesh, e ndërtesat janë të gjitha kështu kafe, janë shumë të bukura. Qintere kam thënë këtë fjalën, po me vërtet mua më pëlqejnë. Edhe do doja të kisha një ferëm kështu, të kisha ca kuaj, ishte sa të bukur, të vegjël, edhe xhaxhi që ishte veshur kështu. Shumë yll. Edhe po na shijon kjo dita e premte, pushim, qetësi. Del nga herë. Po, pse ka nisur të lozi shumë ku ka fsheti këto kohë të fundit. Follow through, take your time. You move like water and taste like wine. You're holier than I am. Holier than I am. Gentle hands, golden eyes. Pusim gratë në sherë me burrat. Qa më bleve ti mua sot? Qa bleva? Qa bleve ti? Lule. Ku janë lulet? Unë dhe andi vetëm mblodhëm lule. I mblodhëm fatikisht. Mblodha dhe për grunë dhe kuja për vete. Kuja mërë so? Edhe, sa të marrë andi lulet, bleva edhe këtë mbrokullën sot. Po ja tregojmë kështu se me i nxjerr këto gjitha janë shumë. Po do i nxjerrim se do i rrulloj. Bleva këtë mbrokullën, që është kështu. Është super. Shiva. Që të varë çantën. Gjitha këto I blem. Po. Njerëz, ne kemi bërë një gjë jo shumë të mirë.
Pse? Ato bëjnë çik më shumë lekë, se sa ne kemi hedhur atje brenda. Aty ato nuk ai piti që as si lek nuk përgoshin mikshë. Ne hodhëm vetëm 12 euro dhe 2 copi kemi marrë falas. Kjo Po është s'kishim me lekë, edhe unë kisha prerë më shumë se Kjo është. ç'duhet. Edhe unë t'jeva shumë keq. Thash t'i bëj një babajzën me PayPal, po pastaj thash sot me PayPal unë. jo grue, po më grue në bol. 2 copi mora falas. Shifeni, këto janë të gjitha. Shifeni sa të bukura, ngjyra. Ca I kam zgjedhur vetë, ca andi, ca të hapura, ca më të mbyllura, po ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe gjithë qyteti ishte atje. Se keni ide sa njerëz, pa fund. Edhe andi po nxitonte po ha sepse ku po ikën ti? Po dal. Ku po ikën ti? Ku po vete ti paguan. Ku po vetë ti paguan? Po dal. Jeri? Dal pi kafe. Dia partije kisha dalun. Ti më du pardje. Partije kisha dalun me atë shoqen, e më tha mua ti ke shoqe, ke dal, unë nuk kam, gjela në shtëpi dhe sot e mori një shok edhe me vrap, po ikën, më tha mu, kemi në një plan, e thash mu po kemi, mirë tha se kemi me edhe plan. Ashtë qyz. Qyz, më tha, iku me vrap, iku. Nësa duket e pas kam lodhur burrin, se e thema, të rgullojmë këto nullet, ti vendos aty, po pi një gotë verë, andi shoku andi. Hape telefonin ma, si java ti. Dalësh. Po e këtë ora hape. Evo. Dhe kështu, këto janë lullet, ky është vlogu, sot u kënaqëm shumë. Thash do rregulloj lullet, po pi një gotë verë, do bëj edhe një kështu që të poçkël për të ngrënë, edhe kështu po e mbyllim të premten. Edhe ishte një ditë shumë e bukur, dhe ishte një kënaqësi, kalonim kohë me juve. Pastaj do kalojmë të shtunën, të shtunën jemi në punë, kemi të dielën, kemi dhe të hënën pushim. Dhe ne takohemi të martën, pastaj si gjithmonë. But I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again you're let down by him, then you turn to me to ask my advice. And I'm there for you, to help you through all the heartache he is causing you. I wish you could see just how good I'd be for you. I keep on waiting for life to begin, for you to love me the way you love him. Seasons change, but my love